Fondatin mat apo fondatin me shkëlqim? Unë do të bëj gjysmën e fytyrës me fondatinën me shkëlqim dhe gjysmën e fytyrës me fondatinën mat që të shikojmë diferencën së bashku. Nga kjo anë e fytyrës do vendos fondatinën e OG e cila është mat, por po e vendos me dorë që mos të më mbushet furça me produkt, pasi do t'i hap të dyja me të njëjtën furçë, duke e pastruar dhe pak furçën. Atëherë, kjo është fondatina mat, si e shikoni është goxha e trash. Unë e kam bërë gjysmën e fytyrës dhe si e shikoni lëkura duket si porcelan. Do e pastroj vetëm pak kështu në mes që të vendos fondatinën tjetër. Si fillim do pastroj pak furçën dhe pse furça nuk mban fare produkt brenda. Pra, duket sikur thjesht po vendos fondatin për herë të parë dhe do ta përhap përsëri me dorë. Këtë po ta shikoni, është shumë likuide si fondatin dhe përhapet edhe me dorë. Domethënë është shumë e thjeshtë në përhapje. Por gjithsesi unë do ta përhap me furçë. Shikoni se sa thjesht përhapet, thjesht ngjyra ndryshon, sepse mbulumin e kanë pothuajse njësoj, unë nuk kam vendosur shumë. Ndryshimi i të dy fondatinave është ky, fondatina e OG-s Skin Illusion është mat, duket si lëkurë, sepse nuk kuptohet fare që ke vendosur fondatin, por në të njëjtën kohë lëkurën ta lës si porcelan, pra pas një shenjë dhe me mbulim të plotë. Ndërsa nga ana tjetër, fondatina e OG HD Studio specifikisht mbahet për crease free, pra nuk krijon asnjë lloj krisi në fytyrë, është shumë hidratuese dhe ka goxha mbulim dhe si mund ta shikoni lëkura shkëlqen. Nëse doni ta bëni mat në vende specifike, mjafton të përdorni një loose powder ose një pressed powder. Për gocat që janë mbi 8 orë në punë ose janë një pjesë të mirë të ditës jashtë shtëpisë, këtë fondatinën e OG-s mat do ua super sugjeroja sepse rri gjatë gjithë kohës kështu në lëkurë, nuk kriset, nuk ndyrroset fare lëkura dhe rri si në momentin që e keni vendosur. Ndërsa fondatinën HD Studio do e sugjeroja në gocat që nuk e kanë shumë qef make-upin e rënduar, që duan një make-up sa më të thjeshtë dhe kjo bën punën perfekt, sepse dhe mbulon dhe make-upin e bën shumë natyral. Më shkruani në koment cila nga fondatinat ju pëlqeu më shumë, HD Studio apo Skin Illusion.